Dhe nisi me recetat tona, me gatimet e ditës së sotme, mirëmëngjesi dhe një herë. Çfarë kemi sot për ambitat tona? Sot kemi sufle, kemi bishtaja me oriz, po kemi dhe një çaj, se fundja po e lëm kafen, po pim një çaj. Po pse jo? Dhe madje, po si, më mirë. Çfarë çaji na sugjeron sot? Tani me thënë drejtën, për moshat 2 deri në 3 me e dura. 2 e tutje që përshkon afër 3-shit. E është me e dura. Okej. E shof. Me ginger, me... Po mje, vëm çaj ndërkohë që atë do bëj. Bëjmë recetat? Do shtoj. Çaj me? Talë cilë që këma afër unë këtu këtë. Shtoj. Në ujë të vluar, shtojmë. Lëkur, panxari. Pra, mos hidhni lëkurën e panxarit, të limonit, të gingerit. Një kanell, një lëkur limoni, le të jetë pak me pjesën e bardhë, le të jetë, sepse edhe na duhet i qik e tillë. Ja këtë këtu, po i fus ginger më tepër, urdhëra, një kapak, dhe e lë në trezin e vetë. Zjeja vash. Ja. Mjaltin e kam për në fund. Ti heqë gjitha këto dhe e lë. Një çaj pastrues, fuqizues, antiinflamator, i ka të gjitha nga pak brenda, duke qenë se kemi ginger si antiinflamator, panxari pashtu lëkurat i përdoren jo vetëm në gatime po edhe në çaj, kështu që ne nisëm ditën sot me një çaj të A ka më mbar biles? Kush është dojqik edhe kurajo për t'i dhënë vetes, që tani së gjithë bë çaj. Po pse jo? Është gjë më e mirë, çaj jeshil akoma më i mirë. Inflamacion. Për cilin kemi folur disa. Unë kam thënë që unë hibiskun e kam pemë në shtëpi, edhe kam ngjyra të ndryshme, janë në 5 lloje. Po. Dhe është gjëja më e mirë. Me hibiskus bëhet edhe e mbushur si puna e lules kungullit, bëhen disa mbushje, por në zonat ku rritet hibisku. Dhe faktikisht Greqia, sepse unë Greqin e kam parë këtë lule, Saranda e ka pastaj. Pra me bimën mund të gatuash çfarë të duash. Ne pamë edhe me japonezët, me gurët. Po. Dhe të guri i ka kaluar. Çdo gjë që ka dhënë natyra, krijuesi është e ngrënshme, kaq. E lë, shiko fillon dhe të shpërbëhen edhe ngjyra, sepse gjatë zjerjes nuk kërkon një zjerje shumë të gjatë, por edhe të shkurtër jo. Sa të mbarojnë gjitha këto, edhe çaji është bërë gati. Do të shërbejmë vetes një çaj, e meritojmë apo jo? Si prak fundjavë që jemi. Ja, dhe tasën tjetër. Me lëkura panxari, me ginger, lëkura limoni, dhe pak mjalt, dhe vjen një aromë shumë e mirë. Një lugë të vetja. A i shtuam dhe karafila, mos gaboj. Po. Që për ta shtuar dhe aromën edhe shien, e plotsoni dhe me karafilat, me gosht dhe karafilit. Nuse! Dhe në qik mjalt tani që do ta ëmbëlsonte. Kush e do me mjalt, përdor mjaltin, jo sheqerin, mjaltin gjithmonë. Dhe e shoqërojmë. Se pas kam vënë edhe vetes një shumë të voçkull. Ja. Mund ta lini të ftohet, mund ta pini të ftohtë fare, mund ta konsumoni gjatë ditës. Lëri këtu se e pim bashkë pastaj. E shoqërojmë bashkë. E pim bashkë. Opa! Ky është çaju i ditës. Shpresojmë që ju të keni edhe variante të tjera për të shoqëruar ditën tuaj. Herë çaj, herë kafe. Ja ti vendosu dy që të tretet mjalti.